40 familje në lagjen 15 tetori prej vitesh vojnë mungesën e infrastrukturës në zonë. Vetëm 300 metra rrugë është kthyer në gangren për banorët e zonës, rrugë e cila është e amortizuar totalisht, çka vështirëson kalimin e banorëve në këmbë. Ka vende ku automjetet nuk kalojnë dot për shkak të gropave të krijuara. Problemi më i madh është gjatë stinës së dimrit, ku si pasojë e rreshjeve të shiut rruga bëhet e pakalueshme. Kudo ka balt dhe banorët detyrohen të veshin çizmet për të dërguar fëmijën në shkollë. Zona ku jetojnë këto familje është vetëm 1 kilometër larg Bashkisë së Vlorës, dhe pse banorët ende në dyerve të Bashkisë Vlorë nuk ka patur asnjë zgjidhje për ta. Ata ndihen të braktisur si nga pushteti vendor, por edhe qendror. Banorët shprehen se kanë takuar disa herë kryetarin e Bashkisë Vlorë, i cili ka përcjellë te drejtorët, por ata nuk u hapin as telefonin. Premtuan për zgjidhje, por nuk kanë bërë asgjë, vetëm i kanë mashtruar. Ne kemi kaq vite këtu. Qeveri mbas qeveri, asnjëra s'ka ndërhyrë për të marrë. Po megjithatë thaj kanë edhe banorët. Nuk e mirëmbajnë ja, shiko si është. Se këto vite kushto që ka pas forcën në këto partit, po duhet ishim në masa, se shikoj na rujti Zoti tani që bëri gjithë kjo suferinë, se do ishim të mbytur. Jo vetëm ne, po Vlora e gjithë, se unë kaq vite këtu një herë pa i mend që është pasuar me themel. Për të tjera sa për të kaluar radhën. Bie shira ja si dhe, si se që një problem, e pa rrënë. E diskutojmë kot, e të themi në 20 herë kemi thënë. Kështu që, sa vite ka shumë? Po sa që kur kemi ardhur? Po ja, ka shtrojnë nga ca zhavorë, shu? Kaq. Po këtu me zidele, kur s'ka shi, jo kur ka shi, se kur ka shi këtu, bëhet 1 metro. Po sa jemi ja? E sa pëti, 1 kilometr. Nuk ka normal. Për zjedhje, besoj? Po normale, ato janë gjera që dijen. Ka marrën 2002. Në këtë lagje, shteti përveç ujrave të zeza, ujrat e bardha, që na ka prur, edhe dritat, rrugën, do në 2002 që ka marrën në deri në ashtë, kam hedhur vetë unë në 2005, të që shikone, kam hedhur në 2005 me parat e mia, ashtu, edhe gjë tjetër që kam vajt në bashki bashkë me lagjen, disa herë, do e shikojmë, para ca kohësh kam bërë dhe një kërkesë, është në bashki, më thirri dhe ajo, më tha mua që ajo ka shumë infestim, sepse ka ardhur këtej që s'ke shkuar këtu lart, se kjo është 4 ura, edhe këtu, se këtu del kjo shkon dot më. E më tha mua që unë kam shkuar, e kam parë, po do infestim. E kemi fut në, thot ajo që kemi fut, se unë se besoj akoma, kaq, kemi vanë 100 herë, prap interesojemi do vemi, sepse në këtë sistem edhe në çdo sistem vëllajgjajt, po s'hodhe nuk pret. Tu ja vëratojnë rreth 25-30 familje. Ja gurt, ja shikoj gurt. Vuri, meri ati te në kamerë, ati te meri gurt, ku shkojnë populli. Asi kilometrës jemi, më kam vanë 100 herë, dhe kryetarin kam takuar disa herë. Edhe vetë ata, të tërra kanë gënjur deri këtu. Edhe ka ishte deputetja që është, dhe ajo ka ardhur, këtu ja kam thënë dhe këtu, se kërkoi vota, edhe i thash, hedh para parit. Do me thënë do hedhësh, pra do marrësh. Unë këto kam bërë, deri këtu, edhe kam vajt disa herë dhe prap dhe me këtë shokun. Urat e zëzana, disa kemi parë, ne kanë rregulluar, se do ankohemi, ujtë e kemi, tënë ne kemi të pishme, ne kemi rregull, dritat e kemi fare të mira. Ajo që na mungon që është për popullin e të vish natën për ditën, këtu një djalë, 25 vjeç ka thyer këmbë këtij. E që ta shtylla, e para ka 6 muaj dhe na shi paguan akoma sepse natën ra shkau atje e bëri se është bashkë. Kështu që më vjen keq, nëse ka, domethënë, jemi popull dhe i Vlorës dhe jetojmë bashkë këtu në këtë komunitet, dhe ne kemi drejtat tona. Do të thënë, për 100 10 me e peku është atje asfalti. Edhe këtu, kjo është 300 metrë, nuk është shumë. 300 metrë është e gjithë. Banori lagjes 15 tetori. 15 tetori, se ka dhe një rrugë aty, sa rrugë ka? Po vetë ço, po thotë ai, po tjetër do jetë, se dim. Vajtëm 30 e sa vjet. Rrugën si që shikon ti, është bërë një pjesë atje që kanë bërë ata miti, kanë kredia në bashkia. Kjo këtu, jona si që shikon lartë dhe në vjatë, e cop. Një problem tjetër në këtë zonë është kanali amortizuar në lagjen 15 tetori, i cili rrezikon për mbytje të reja në qytet. Kanali ujrave të larta në lagjen 15 tetori, i cili më 4 tetor 2024 shkaktoi përmbytjen e qytetit, vijon të mbetej në të njëjtin gjendje të amortizuar. Banorët shprehen se kanali është i mbushur me mbeturina dhe kallamishte, duke u kthyer në një rrezik serioz, jo vetëm për lagjen, po për të gjithë qytetin në rast se përsëriten rreshje intensive. Ata i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të ndryshojnë sa më parë për të shmangur një tjetër situatë të rëndë si ajo e vjeshtës së kaluar.